Kur kanë mbetur dhe pa kohë nga vendimi historik I heqjes së vizave për shqiptarët, kryeministri Berisha është ndalur në komunën e Postribës, vendi që mbart simbolikën e së parës kryengritje antikomuniste në mbar Europën juglindore, ku mbetën të vrarë 21 burra dhe u pushkatuan pa gjyq 19 të tjerë në emër të lirisë. Ëndër që për shefin e qeverisë do të marrë udhë pas 8 nëntorit, falë reformave të ndërmarra nga mazhoranca e qeverisëse. Postripa është nderi kombit sepse babalarët dhe gjyshrit tuaj ndëruan lirin me sakrificat më sublime dhe nuk u mposhtën. Sakrifikuan në mënyrë që sot shqiptarët të lëvizin të lirë në mbar Europën. Kjo është një arritje madhe, arritje merituar, arritje e cila u realizue përmes reformave më të thella dhe më serioze. Shqipërinë e cila u bë famkeqe në Europë për krimin e saj të organizuar, e shtruam në një nga vendet më të sigurta në Europë, e realizuam heqjen e vizave, sepse së bashku luftuam korrupsionin. Nga Postriba, kreu I qeverisë sulmoi opozitën që sipas tij në vend të alternativës së integrimit europian të vendit, ofron atë të shpifjes. Krahas kësaj qëndron alternativa tjetër, alternativa e mohimit, alternativa e nihilizmit, alternativa e shpifjes, alternativa e trillimit. Mirë se kjo qeveri pas 4 metat, po ju, çfarë u ofroni qytetarëve shqiptarë? Kutit dhe vetëm kutit. A jeni ju dëshmitar të qëndrimeve tyre të egra kundër letërnjoftimeve elektronike dhe pasaportave biometrike? A mund të fitonim ne të drejtën e lëvizjes pa pasaporta biometrike dhe letërnjoftime elektronike? A jeni dëshmitar ju se çfarë bën këta zotëri për regjistrat gjendjes civile dhe se çdo ditë përpiqen ta nxjinë? Deklaronin se 70.000 letërnjoftime janë falso. Po unë ju garantoj ju se kultura e bllokmenëve në tri apo pseudokulturë, se në fakt kulturë s'ka qenë kurrë, e cila bazohet në përçmimin, në nënleftësimin e qytetarit, mbasi ata me nga bunkeri bllokut projektonin vetëm terror, internime, mashtrime, pushkatime, varfrim, njerim. Për kryeministrin Berisha, investimet në këto komunë do t'jenë prioriteti mazhorancës gjatë mandatit të ardhshëm 3 vjeçar të qeverisë në përmirësim të jetës së komunitetit. Këtu ai renditi një sër projektesh të realizuara në infrastrukturë, ujësjellës e kanalizime, si kundërshtojt se kjo qeveri nuk do të ndalet deri në asfaltimin e çdo metër katror të rrugëve të kësaj komune. Gjatë vizitës në komunën e Postribës, kryeministri Berisha I shoqëruar nga kryeparlamentarja Topalli dhe deputeti e Qarkut të Shkodrës, morën pjesë në inaugurimin e një sër investimesh publike, si përfundimi I punimeve për rikonstruksionin e rrugës Qendër-Mes, rruga Kala-Drisht, Kodër-Bok, si dhe shëtitoria Ura e Mesit. 4 objekte këto që kapin një vlerë prej afro 99 milion lek. Më pas ai përuroi dhe finalizimin e punimeve në nën stacionin e Koplikut me një vlerë 4 milion euro, si dhe premtoi fillimin e punimeve për rrugën Hani Hotit Vermosh.